Mirë mbrëma. Jam Karen Loft. Jemi në lidhje direkte nga Tel Avivi me korrespondentin e luftës, David Levy. David, faleminderit që je me ne. Le të fillojmë me situatën në terren. Faleminderit Karen. Është kënaqësi të jem këtu. Cilat janë zhvillimet më të fundit në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit? Gjatë javës së fundit që nga 13 qershori Izraeli ka nisur operacionin Luani që ngrihet, duke goditur disa objekte bërthamore dhe raketore iraniane, përfshirë reaktorët në Arak dhe qendrat e pasurimit në Natanz dhe Fordo. Janë eliminuar edhe komandant të lartë të gardës revolucionare. Irani ka reaguar me 10 raketa dhe drone. Disa prej tyre kanë goditur një spital në Beersheba duke shkaktuar viktima civile. Fakti që Izraeli kontrollon hapësirën ajrore të Iranit, a do të thotë se sulmet do të vazhdojnë? Izraeli pretendon se ka kontroll të plot ajror dhe po vijon të shkatërrojë objektiva strategjike. Ndërkohë, Irani ka zhvendosur lëshimet në pjesën qendrore të vendit, duke përdorur raketat me rreze më të gjatë se il.